Andaj thot Allahu xhallahu ala, ja ejuhen nas, duke ju drejtuar gjithë njerëzve pa përjashtim, qofshin ato besimtar ose jo besimtar, qofshin musliman ose jo musliman. Ejuhen nas, o ju njerëz, udhkuru ni'metallahi aleikum. Përkujtoni mirësitë e Allahu xhallahu ala ndaj jush. Përkujtoni të mirat që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë jetën e kësaj dhunjaje. Pastaj Allahu xhallahu ala në një ajet tjetër i veçon besimtarët duke i urdhëruar që të bëjnë të njëjtën gjë. Mirë po kësaj radhe në emër të diçkaje shumë të shtrenjtë, në emër të një begatie që nuk krahasohet me asnjë begati tjetër në jetën e kësaj dhunjaje. Thot Allahu xhallahu ala, o ju të cilët keni besuar, o ju të cilët keni iman në zemrat tuaja, udhkuru ni'metallahi aleikum. Përkujtoni mirësitë e Allahut ndaj jush. Përkujtoni begatitë e Allahut ndaj jush. Besimtari i mençur vëllezër ka mundësi që të nxjerr begatin më të madhe brenda këtij ajeti. Ajo është imani dhe besimi në Allahun xhallahu ala. Përkujto këtë begati dhe këtë mirësi që Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë në jetën e kësaj dhunjaje. Begatia e imanit, begatia e fjalës më të mirë dhe fjalës më të bukur. Vallahi vëllezër, nuk kanë thënë gjuhët tona fjalë më të mirë dhe fjalë më të shtrenjtë dhe më të çmuar se sa fjala la ilaha illallah. Nuk meriton me të drejtë të adhurohet askush tjetër përveç Allahu xhallahu ala. Në qoftë se Allahu ta ka dhënë besimin, në qoftë se Allahu ta ka dhënë imanin, Allahu ta ka dhënë gjën më të çmuar dhe më të shtrenjtë që mund t'ja jap dikujt në jetën e kësaj dhunjaje.